Eliminimi i radhës nga shtëpia e Big Brother Kosova solli emocione të forta, heshtje të rëndë dhe lot që nuk u than lehtë. Banori që u largua këtë herë ishte Toni, një djalë simpatik, i qetë, i ëmbël në komunikim dhe me një prani që, edhe pse jo gjithmonë në qendër të zhurmës, kishte krijuar një boshllëk të dukshëm në momentin që dera u mbyll pas tij. Kur u shqiptua emri i Tonit si banori i eliminuar, në shtëpi ra një heshtje e çuditshme. Nuk pati shpërthime, nuk pati britma, pati vetëm trishtim të qetë, atë lloj ndjenje që lind kur kupton se po largohet dikush që ishte bërë pjesë e përditshmërisë, e mëngjeseve, e bisedave të vogla dhe e netëve të gjata në shtëpi. Toni u ngrit me qetësinë që e ka karakterizuar gjithmonë. Buzëqesh i lehtë, ndonse syt I kishte të mbushur me emocion. Ishte një buzëqeshje mirënjohjeje, jo zhgënjimi. Ai I përqafoi banorët një nga një, pa dallim, duke treguar edhe një herë zemrën e tij të pastër dhe respektin për të gjithë, pavarësisht lojës, debateve apo mosmarrëveshjeve të vogla që kishin ndodhur brenda shtëpisë. Faleminderit për gjithçka, tha ai me zë të ulët, por të ndjerë. Ishte një përvojë që nuk do ta harroj kurrë. Toni nuk ishte banori I zhurmshëm, nuk ishte ai që kërkonte vëmendje me çdo kusht. Ai ishte djali I balancës, ai që dëgjonte më shumë se fliste. Që qetësonte situatat kur tensioni rritej dhe që shpesh herë ishte aty për të dhënë një fjalë të mirë, një këshill apo thjesht një prani njerëzore. Shumë nga banorët e ndjen menjëherë mungesën e tij. Disa ulën kokën, disa fshin lotët, të tjerë shprehen hapur keqardhjen. Toni do të na mungoj, u dëgjua të thoshte një prej banorëve. Dhe kjo nuk ishte thjesht një frazë formale, ishte ndjenje e sinqertë. Gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother Kosova, Toni tregoi se forca nuk qëndron gjithmonë te zëri I lartë, por edhe te qetësia, respekti dhe mënyra se si I trajton të tjerët. Ai nuk u përfshi në intriga të rënda. Nuk kërkoi të lëndonte askënd për të avancuar në lojë dhe nuk e humbi kurrë veten, edhe kur situatat ishin të vështira. Publiku e pa si një djalë të edukuar, me vlera, me një ndjeshmëri që shpesh mungon në formate të tilla. Edhe pse loja e tij mund të mos ketë qenë agresive apo strategjike në kuptimin klasik të Big Brotherit, Toni fitoi diçka tjetër, respektin e shumë njerëzve. Në momentin e fundit, para se të dilte nga dera e shtëpisë, ai u kthye edhe një herë për t'i parë të gjithë. Ishte një vështrim falënderues, pa inat, pa mllef. Vetëm mirënjohje. Eliminimi I Tonit la pas një boshllëk të qartë në shtëpi. Atmosfera ndryshoi. Zërat u bën më të ulët, humori u zbeh për pak kohë. Sepse kur largohet dikush që sillte qetësi dhe mirësi, mungesa ndihet më shumë se sa prania e zhurmshme e dikujt tjetër. Për Tonin, kjo nuk ishte humbje. Ishte fundi I një kapitulli dhe fillimi I një rruge të re, jashtë shtëpisë, me kokën lart dhe me një eksperiencë që pak njerëz e përjetojnë, ndërsa për shtëpinë e Big Brother Kosova, ishte një kujtesë se jo çdo banor mbahet mend për dramat, por disa mbahen mend për mënyrën se si të bëjnë të ndihesh më mirë vetëm duke qenë aty. Toni u largua, por gjurma e tij mbeti. Dhe për këtë arsye, ai do t'i mungojë shtëpisë dhe publikut.